e kemi nderu dhe në fund. Po flasë për çdo marrëdhënie tjetër, qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n, qoftë me VV-n, kam rritë shkënimet e caktuara. A keni pasur raport realisht mirë me zotin Rugova? Po, një ndjen korrekt. Ta qënë kam qenë më i ri në mosh, po vërtita e shqiet shumë njerëzish me mu, në mënyrë njerëzore, fra më ka trajtu si ta qënë si kur t'isha një i familje shti, edhe kujdesin ndaj meje nga ai, po edhe ndjenja ime ndaj ti, jam munu me kuptu, jam munu me bashkëvepru me te. Dhe një pyetje, zoti Haradinaj, cili është vendi që ka Rugova sot në historinë e Kosovës? Tani, historia shtirë mu gjëku në ato etafa, mirë po mos harënja i ka udhesh me Kosovën në një kohë kur Miloševići ishte i tërbum. Pra ishte i tërbum. Ai nga 90 deri në 99 që është kry lufta e Kosovës, Miloševići ishte tërbum, ai ishte pjesë e luftrave në Bosnë, në Kroaci. Është zor me gjëku udhëheqjen e shqiptarëve të Kosovës duke ditë çfarë urrejtje kishte Milošević për shqiptarët. Mirë po nga përvoja që kam unë gëzoj respekt për te, mendoj se ka qenë shqiptar, ku po shqiptar jo nga ato, se në Kosovë zakonisht o folë për disa që janë Jugoslavë me ndjenja internacionale.